mes Partisë Demokratike ose Berisha dhe Ramës. Ajo që quajnë marrëveshje njerëzit, për të qenë qartë, është kjo, që dikur një pjesë e oligarkëve, bile kryesor të sotëm të Ramës, me në krye kastratin, apo jo, kanë qenë Berishës. Këta njerëz tani janë bërë me Ramën, i ka kapë Rama, mundet kenë lidhje me Berishën dhe dikush nuk flet Berisha për këta, mundet që këta japin dhe ndonjë para për Partinë Demokratike, po kjo është, domethënë, ju apo pyetje ndryshe, pse nuk e lëshon karrigen zoti Berisha të kësaj force politike, ti hapi rrugën dikujt tjetër, një njeriu tjetër vizionar, demokrat, dhe të shohim nëse pushteti i zotit Rama do të jetë ky që është sot, apo do të jetë një pushtet më i dobët. Pse s'ka një iniciativë të tillë? Për të njëjtën arsye pse nuk e lëshon Rama. Dëshira për pushtet, për të qenë ai i pari. Pse unë mund të ta kthej si pyetje, ore këtij Ramës që i doli Velia, i doli Balluku, i doli ky, i doli ai. Pse se lën ky të vërë një kryeministër tjetër, po thot unë dhe vetëm unë jam që ju kam sjell djerë këtu, ju thot vetë. Shikoni, po flasim për një parti opozitare që është partia më e madhe në vend ku njerëzit presupozohet i besojnë më shumë dhe të jetë zëri i qytetarëve, se për këtë majorancë e kemi kuptuar që është jo me këmbë në tokë dhe ka këto skandale që ka. Tani nuk besoj se këto kanë një shenjë krahasimi me njëra tjetrën. Po krahasimin e kulturës do të jetë afër qytetarëve, duhet të marrin një nismë tjetër. Le ta bëj këtë partinë e qytetarëve, ta mbështesin sa më shumë dhe jo të bëjë largime dhe vetë përjashtime. Krahasimi sipas meje është krahasimi e para ngjashmëria e kulturës, që lideri i një partie nuk e lë pushtetin se ka ambicjet e veta, plus interesat e veta, pra, atëherë kjo nuk është, ky është një qëllim në vetvete, hajde të mbrojmë familjen, të mbrojmë vetveten edhe jo Partinë Demokratike dhe ata që e kanë mbështetur gjithmonë këtë forcë politike. Është gabim ta mendosh demokracinë, sipas mendimit tim, sikur ka një parti të keqe këtej, pjesë të keqe, edhe një pjesë të mirë andej. Demokracia i presupozon të dy pjesët me lakmi, me interesa, palësh, por këto interesa rregullohen nga ligji, rregullohen pra nga konkurenca, rregullohen nga zgjedhjet e lira, dhe kjo është se po t'ishte se ne gjejmë ca të mirë dhe mori Partia Demokratike gjeti ndonjërin që është njeriu më i mirë i botës dhe vëm aty, siç na u shit Rama nga Partia Socialiste dikur, atëherë s'duhet ta heqim më. Jo, mos e merr, po lëre të garoj. Demokracia është garë interesash, por me rregulla loje. Problemi që kemi ne sot është që ne kemi prishur rregullat e lojës. Themelin e demokracisë. I ka prishur zoti Berisha rregullat e lojës brenda Partisë Demokratike. Ti thua, si atëherë kur ndodhin Partinë Socialiste që u mor një tjetër figurë përpos zotit Nano, zoti Rama, që drejtoi këtë forcë politike. Këtë herë mund të jetë ndryshe. Zoti Saliani ka kërkuar që të garojë në zgjedhjet që do të mbahen për kryetar të kësaj force politike. Pse zoti Berisha nuk e lejon ta bëjë një gjë të tillë, duke e klasifikuar si të vetë përjashtuar dhe duke i mbyllur derën ose hapësirën, shtegun për të marrë pjesë në këtë zgjedhje? Le ta japi, le ta lërë të lirë të garojë dhe nëse ka një vetbesim se është kaq elektorat mbështetje brenda kësaj force politike, asgjë zoti prishte punë zotit Berisha. Tashi, unë nuk jam nga ata që mendoj që s'duhet ndroj lideri i Partisë Demokratike, më fal. Unë jam nga ata që mendoj që duhet ndroj brenda rregullash dhe gare brenda partisë, apo jo, që duhet të ndroj me ide të qarta dhe me grupimet që ka brenda Partia Demokratike. Dhe problemi që shofte zoti Saliani me që pyeti është që është një individ i vetëm dhe nuk shoh që të ketë një grupim, se pati një 3-4, pastaj edhe ata u tërhoqen. Dhe problemi tjetër që shoh brenda Partisë Demokratike është që edhe për shkak të autoritet që ka ndërtuar Berisha, ato 20% vota sa mund të ketë, ky i mban më shumë se sa të tjerët, sepse ky është patriarku, siç e thash, nuk jam për parti patriarkale, po kjo është kultura jonë, që i mban më shumë të bashkuar. Pra, politika është arti të smundrës. Ai që kërkon ta zëvendësoj Berishën, nuk mund ta zëvendësoj Berishën duke e
e sfiduar në këtë mënyrë, por brenda një gare, brenda ca rregullave që ka partia, që më duken të vështira të respektohen. Është si të thuash ti djalit të babait, që ti tani duhet jetë kultura, mungon kultura që edhe ky ta hapi rrugën, po edhe djalit di ta fitoj atë pjesën. Për ndryshe, për shembull se nejse vazhdo. Okej, ke shumë për të thënë për këtë forcë politike, po besoj po rezervohesh. Edisisht e keqja, unë jam në thelbësisht kundër kësaj kulture, kësaj këtij baraspeshimi që bëhet, që janë të dy bashkë, që janë njësoj, se po të ishin të dy bashkë dhe do ishin njësoj, Shqipëria do ishte ajo e viteve 2000, kur kishte rotacion. Kishte rotacion, Berisha nuk ishte ëngjëll kur fitojnë 2005-ën, kishte bërë 1997-ën, katastrofën e 97-ës, e me gjitha të fitoj, pse? Se kishte baraspesh forcash, oligarkësh, edhe mediash pak më shumë, gjitha. Ndërsa tani nuk është më ajo situatë, është si të kërkosh ti partive opozitare, ku di unë, në Kinë, se ka dhe në Kinë opozitar, apo në Rusi, që pse se mund ti Putinin, po e ka fajnë ai X apo Y, sepse nuk formohet një opozite fortë. Jo, është regjimi, dhe ngulmimi duhet jetë tu, që të bëtojmë regjimin. Pas krave komunizmin, kështu që nuk besoj, po këthemi pas në kohë. Si, komunizmin e kemi pas as krave. E kemi hedhur, besoj unë. Jo, nuk e kemi hedhur, si pas mendimit tim. Do më thënë, partin shtet nuk e kemi hedhur si komunizm, nuk kemi burgje, po kemi njerëz të kapur me parat, me ekonomi dhe nga krimi organizuar që zgudzojnë më, kanë mbaruar. Është një popull që ka humbur, si më thëmë, kurajon. Popull që ka humbur kurajon. Është dorëzuar. Mirë, kemi vetëm 1 minutë pak në dispozicion, të lutem një koment sa i takon mbështetjes Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me SPAK-un, institucionin e drejtësisë. Ke patur herës kritika për këtë të fundit, po ka një lloj heshtje kohët e fundit nga ky institucion në raport me gjitha hetimet për çështjen Balluku apo edhe për çështje të tjera që janë adresë të majorancës, po pse jo edhe të opozitës. Vijon SPAK-u të ketë mbështetjen e Shtetit Bashkuara? Tani unë kam qenë ndër ata që s'kam qenë asnjëri sigur deri ku ka qenë kjo mbështetje. Ka pas një mbështetje diplomatike, apo jo, edhe nga ambasadat tjera, jo vetëm. Thuhet që ka pas dhe një mbështetje teknike, domethënë që ka pasur njerëz të FBI-s apo ku diun njerëz aty në SPAK, tek cilët kanë kaluar dosjet. Por ka pas dhe një mbështetje politike në kohën kur ishte Blinkeni dhe Bideni dhe që e kanë mbështetur SPAK-un në kohën sidomos kur kishte akuzuar Berishën edhe Metën e këto dhe kanë lëvduar Ramën për krijimin e një drejtësie të pavarur. Kjo ka qenë një lloj mbështetje më e dukshme. Ideja sot është kjo që këta janë përsëri për drejtësinë dhe u hodh një tezë paracakohesh që me Ballukun amerikanët po kërkojnë të rrëzojnë dhe Ramën, sepse ky është i korruptuar, është narkoshtet, sepse ka ardhur Trumpi i cili po lufton narkotrafikantët edhe në Venezuela, etj. etj. Pastaj, sikur pati një lloj heshtje, që thoni ju, pra duket sikur SPAK-u mori kurajon nga këta, se njerëzit thonë nga e mori kurajon, e mori apo se mori nga këta. Prap sigurisht nuk e kemi prova, se si jemi aty, nuk jemi në zyrat e tyre, jemi gjithmonë me hipoteza. Ndjeshmëria ime, pa qenë se mund të jemi sigur në këtë që them, është që Rama u përpoj shumë që ta eliminoj këtë ndërhyrje, këtë influencë amerikane tek SPAK-u, ndoshta nëpërmjet takimeve që bëri, shkoj te Netanyahu, i cili siç dihet është mik i afërt me Trumpin, me këtë futjen tek bordi i paqes ku s'ka hyrë asnjë shtet evropian përveç Shqipërisë, që në një farë mënyre i përfaqëson Evropën Rama atje, kupton? Me ndoshta ndonjë koncesion që ju ka bërë ekonomik, sepse ata shohin ekonomike, se Trumpi nuk është njeri që mendon se për demokracinë. Mjafton të shikosh që thot për iranianët që do t'i kthej në kohën e gurit, që të kuptosh se me çfarë njeriu ke të bësh, sepse
ti do thuash do të kthej demokracinë, do të mbështes opozitën, do bëj, po të t'i kthesh në popull në kohën e gurit me bombardime. Po më lëtë kuptohet që... Do më thënë, është njëri dhe do t'ju marrë naftën, thotë, dhe do t'ju marrë dhe naftën, si shtarë dhe për Venezuelën do t'ju marrë naftën, pra ata kanë interesa, nështë ju ka bërë dhe në një lëshim interesa, që kujtoj këtu atë ambasadoren amerikanet në Greqi që erdi bërë një takim në kryeministrimin që nuk u morë vesh super transparent pse erdi, po me sa duket për në... Për një investim të zoti Rama, pa e sëruar shumë gjatë se... Boll këto investime, kështu që më shumë të shi delë si kur mbështesin Gjermanët spakun, politikisht ose diplomatikisht, më them, se politikisht është më shumë e fort, për të thënë. Kështu që kjo situatë pastaj është një situatë ku në botë s'ta ka kush mendjen se s'po dihet se çfarë do ndodhi me këtë luftë që është hapur e me këtë krizë energjetike, gjitha këto që janë ngelur dhe aeroportet pa naftë, mendon njëri. Kështu që ky është një moment ku shqiptarët, ata që kanë mend, duhet kuptojnë që gomarin e nxjerri Zoti nga balta, nuk na e nxjerrin as amerikanët as evropianët. Dhe që koha ka treguar që s'kemi ditur kur të nxjerrim nga balta gomarin, kështu që mirë. Lëbonja, shumë faleminderit për